Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, sonte pranë jush do të vi me një histori që në fakt unë nuk dua t'i tregoj këtë historitë. Kur unë kam nisur këtë rubrikën dhe kur vendosa që të rrëfej historitë e shqiptarëve, nuk e besoja që kaq shumë histori do të shkruheshin në inboxin tim. Do me thënë histori nga më të paimagjinueshmet. Vuajtjet e nënave shqiptare, vuajtjet e vajzave shqiptare, vuajtjet e njerëzve në përgjithësi. Do me thënë histori që ti ulesh në vete dhe pyetën veten. Vallë deri ku shkon ky njerëzimi jon që një njeri duhet të vuaj dhe duhet të kaloj kaq trishtim në jetën e tij. Dhe historia të cilën do ta lexoj tani bëhet fjalë për një vajzë e cila është nga qyteti i Shkodrës. Ajo ka rrëfyer historinë e jetës së saj. Përshëndetje. Unë jam një vajzë nga qyteti i Shkodrës. Ishte viti 2012, kur unë isha 17 vjeç. Dhe familja vendosi të më martoj me një djalë me origjinën nga Shkodra, por që jetonte në Itali. Unë nuk mund të shkoja me një herë në Itali tek ai për shkak të dokumentave. Aq kohë që bashkëshorti ishte këtu në Shqipëri, do me thënë gjatë kohës që ky çuni ka qëndruar në Shqipëri, ai silleshte shumë mirë. Ndërsa kur bashkëshorti ikte, mua familja e tij më përbuznin, më tallnin, më gjykonin, madje një herë kunati dhe ish vjera më akuzuan edhe për vjedhje, vetëm që të më ndanin një ditë nga burri im. Një ditë ish kunati me ish vjerën time kishin fshehur një varse që të më akuzonin mua, por në fakt varsen e kishte kunati. Ai e kishte fshehur. Më morën të gjitha gjërat e arit që mi kishin sjell kur unë u martova, dhe mi shitën dhe i thanë bashkëshortit që i kam shitur unë. Jam munduar shumë herë që unë të marr një zë dhe t'i tregoj familjes, por më thonin familja ime që kështu janë gjithë, mos na nxi faqen, sepse do të thonë bota, vajza e filanit e la burrin. Pas 2 vitesh në këtë martesë, unë ngela shtatzën në muajin e fundit të shtatzanisë. Ish bashkëshorti më gjuante me shkelma dhe rrezikoja të dështoja fëmijën tim. Ai iku ndërkohë që unë isha e mbuluar me hemoragji, ashtu e larë në gjak, unë ngrita në këmbë, heca ngadalë, ika te spitali me këmbët e mia. Sa po mbërita tek spitali, pas rrahjes që burri ma bëri, më ra të fikët e u rrëzova para derës së spitalit. Kur u zgjova, shikova vete në sallë të operacionit. Fal mjekëve dhe fal Zotit pikë së pari, në Itali, unë arrita të shpëtoj fëmijën. Pasi dola nga spitali, provova sërish që unë t'ja tregoja familjes që të ndahem, por gjithmonë mendonin se çfarë do të thot bota. Pas një viti e gjysmë të lindjes së djalit, erdhi në jetë edhe vajza. Kur isha shtatzën me vajzën, më kërkonin që unë ta abortoja, të hiqja dorë nga vajza ime. Jam dhunuar shumë herë nga im shoq që ta dështoja fëmin, vetëm pse ishte vajzë. Prap vendos t'i them familjes, por prap mora të njëjtën përgjigje. Si s'të vjen zort, çfarë do të thonë bota për këtë? Pastaj në 2019 vjen në jetë fëmia i tretë, dhe pas 5 muajve që erdhë në jetë fëmia, im shoq vendos të divorcohet
sepse kishte njohur një vajzë tjetër. Pasi u nda me mua, më vodhi dhe rogën që merja në Itali dhe lekët që më jepte shteti italian për fëmijët. Na solli në Shqipëri, gjoja që do bënim pushime dhe do iknim përsëri në Itali. Na dërgoi ne për të takuar prindërit e mi dhe ai iku për në Itali për gjithmonë. Pastaj unë nuk munda më të lëvizja e shtetit me fëmijët sepse duhej prokura e tij. Kjo është historia që mua më kam bëritur në redaksim. Unë dua t'i them dy fjalë, me pa tjetër për këto ngjarje që në fakt ne jetojmë në vitin 2025 edhe pak muaj do të shkojmë drejt vitit 2026, kur bota është shumë para me hapa, ne akoma kemi një mendim që një femër duhet torturuar, apo në qoftë se fëmia jon është një vajzë, ne atë nuk duhet ta pranojmë, ne atë nuk duhet ta duam, ne atë nuk duhet ta respektojmë sepse mua më lindi një vajzë. E thash edhe në fillim të videos, nuk e besoja që në vitin 2025 do të dëgjoja rrëfime të këtilla nga vajza të cilat sot mund të jenë 29 vjeça, nga që vajza në fjalë është martuar 17 vjeç, nuk do ketë më shumë vite, hajtja 30. Është e turpshme nga këto djemtë të ri, të cilët jetojnë me mentalitetin që nëse fëmia është vajzë, ne duhet ta rrahim pafund që ai fëmijë të mbytet dhe të mos vinë në jetë. Fëmijët i vendos Perëndia, i vendos Krijuesi, pa marrë parasysh se çfarë do jetë, vajzë apo djalë, prindi e ka për detyrë që ta rritën, ta edukon dhe ta nxjerrën në dritë. Dhe jo prindi vet të vret fëmijën sepse ndykohet nga mentaliteti i gjyshit, nga mentaliteti gjyshes apo nga mentaliteti nënës, të cilët akoma nuk e kuptojnë që gjërat në jetë i vendos Zoti dhe jo njeriu. Ç'të keq që ka nëse lind vajzë, ç'të keq që ka nëse lind djalë. Fëmijët janë fëmijë, është e turpshme që në popullin shqiptar fëmijët gjithmonë i kemi pa dhe i kanë pa me sy të egër, do të thënë gocën e kanë parë gjithmonë dere huj, ndërsa djalin e kanë parë o gjaku i shtëpisë. Kjo është e turpshme në fakt për tu menduar. Dhe mua më vjen shumë keq që femrat shqiptare i përjetojnë këto histori të tilla, sepse fëmia është i njëjtë. Si djali, si vajza kanë të njëjtën vlerë, kanë të njëjtën rëndësi, kanë të njëjtën dashuri, dhe me patjetër që ne duhet të luftojmë që edhe pasuria të ndahet njësoj, sepse është fëmia jote, ke sjell ti në jetë. Pse duhet ne ta marrim me fenomenin që është një vajzë dhe këtë gocën duhet ta shohim me sy të keq. Unë uroj që ty t'jesh mirë e dashur, të kesh marrur jetën me forcë dhe të ndihesh krenare, sepse nuk të duen këto njerëz, rëndësi ka që ti ke fëmijët e tu, gjërat e tjera me jetën do të kalojnë. Fati të njeriut asnjëherë nuk i dihet.